po s'më e bërë kështu, mo, s'më e veshur kështu, mo, drejtor. Po s'më e veshur kështu, mo, drejtor. Më në fund, ëndra jote u realizua. Ëndra ime? Qa ëndra ime? Të më shohësh mua në punë. Në fakt që u kam qenë i vogël, e kam pasur ëndër, sof njerë në punë ty. Që ka qenë? Më prek, i vërtet jam. Po, mor, pas ke filluar punë, ha? Ajde, prek. Sigurisht, drejtor, apo jo? Jo, doktor. Doktor? Mami t'ju mbushën sytë me lotë. Mami tatë, mo? Jo, po mami tënë. Po pra, mami tatë? Ure mami tim, i thashun, po qke? Qdo, i thash, që bëri doktor, që bëri drejtor, i thash. Njësoj, ja, të dyja me drësh shkruen. Ashtu, ha? Po në qfar fushë e ke filluar? Në fushën time, në shëndetësi. Se për mjekësi ke mbaruar ti, mo? Jo, për fizamonik. Po shti dhe ka mjekësia me fizamonikën, mo? Ure, po kam bërë kursin dhe kryqi i kuq për patent. Me kursin e kryqit kuq ke hynë shëndetësi ti, mo? I pari grupit. Si i pari grupit, mo? E disi jam të frymarja goj më goj. Njerin e zgjova vetëm me një të të shtitur. Qa thua, more? Hajde, që ke specialisti? Mjeshtër. Po në qfar fushë, se mjekësia është fushë e gjërë, ku ke filluar? Ja, këtu ka bonti, se kështu me ndoja dhe unë, nuk është e gjërë. Vetëm e njerëzit meret. Vetëm e njerëzit, ha? Po unë jam të kjo sektori keqapit. Cekap, po, cekap. Ja, mundje dhe të ngrënit e ke. Po cekap më e ka? Por e folë Shqip. Po për Shqip është kontroli përgjithshëm mjekësor, që është falas. Ja, nuk është falas, mua më paguajnë. Që me rogti, me lek? Gjdo datë 2,5 dhe roga. Qa thua, more? Hajde, kur bërë e ti të kontrolosh, kontroli përgjithshëm shëndetësor bërë e ti të kontrolosh. Ore se kontrolloj unë edhe vetëm firmën. Doktorat punojnë, biles një 2 doktora kanë dalë shumë të mirë. Qa thua? Kanë zirë një grua me prostat. Ka që kishte. Po ku kanë gratë prostat, mo? Se s'kanë të gjithë. Po s'kanë më gratë, s'ka vetëm meshkujt kanë. Po ta blejnë, sa lek bënë. Që që budala fare? Po e s'kanë gratë prostat. Që di që ka bërë e gruja. Andaj u turprua jo. Uli kokën, i thash unë po të shkej, i thash të këshu është kur vizitojsh njerë në 10 vjetë, i thash. Edhe ju dalin pa pritur vegla të reja. Pra andaj i thash, vi gishtin prostatës. Po mirë, bërë gjitha analizat, apo të gjaku, të urinës... Hidraulike, elektrike, gjitha. Ore, po them këto, të gjaku, të urinës, këto... Këtë të fundit nuk e bërë. Këtë, analizë e urinës? Jo. Po pse? E hoqëm. Pse e hoqët, më? Për reformë. Si për reformë? Por e do thonë njerëzit, erdi drejtuesi i ri, do thonë e s'bëri gjë. E ti hoqë analizë e urinës, e? Po këto të gjakut? E hoqëm. Edhe të gjakut, më? Por e më zë gjaku. Që të bëja unë, Po që analiza që kanë ngellë? Ka analiza më për... As gjë. Kur vjen do njëri që ka ndojnë gjë, i themi ikte privati, i them. Se ne s'kemi pajisjet. Ndërsa te privati, e disi është, sa futesh, 4 lloj bankomatësh. Leku letë. Imagjinoje, sot kontrollor shëndetësor i popullsis, nesër kush e di ku do shkosh? Nesër, në mullet. Do a një drek, ma japi një 2 shok. Ore, po thosha, sot në këtë pozicion, nesër kush e di sa lartë do shkosh? Ore, lartë është dhe atje. Apo s'ke qenë do njerë mullet? Po kam qenë si s'kam qenë mullet. E pra, 1704 metra. Po, 1700 mulleti. Po të shkosh të hasë atje në i drek. Tani, drekën ma japin ata shokët mua. Do vishti të me heqish rrugën mua? Heqin rrugën, e? Të shosh dhe mulletin? Jo, nuk vi të heqin rrugën, sepse na dalin ata që do vinë tani në skenë dhe ata janë 2 policat! Hajde!